بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderojmë për këtij falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humbë, ndërsa ato që në lënë të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së pastërt, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Sa ne? Shkon dalën në 2 trat janë. Në radhë parë përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun që edhe këtë ditë të cilën e kemi agjëruar Allahu agjërimit na ka pranu, na ka falë gjunohet, na ka liru për zjarë me xhenemit neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Për të vërtet, Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na tregon se njeriu sado që e don dikon, sado që ka ndjenja përballë një çështje, që thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, habib men shi't fa innaka mufariqu, duje kon ta dush se një ditë keme unda prej ti. S'ka shybe se na gjithë e kem dasht, e dojmë, nisem mu rahatu edhe mundi mirë me Ramazanin. Sa ja nisem mu mësu me to që e jerdë koha me e përciu, edhe mu qka këj momentum ma kujton një moment të cilin e kom përmend realisht para 29 natëve. Ka qenë ligjërata e parë, kush ka qenë nëse i kujtohet, këmë thonë se Ramazani ik shpejt. Ramazani kalon shpejt. Ramazani kalon shpejt. Atë shpejt kalon, sa që i na vetë janë dëshmitar që besoj që i për këtë nuk ka nevoj me përgjigje, se përgjigjen e kena përzente. Se cilë për neve nuk po thëmë që nuk është lodh, nuk ka pas angazhim brenda këtyne 28 ditëve agjerim. Nuk është, s'pe thëmë, me minimizu. Nuk po thëmë që nuk është letë mi agjeru 28 ditë. I kena agjeru 28 ditë. A e na lodh, ndoshta edhe na lodh. A kena pas ndo një herë dhe ndo një telashe, po thëmë, po edhe atë e kena pas. A masonte, se cilin me pyt prej neve, ku mbet që ajo lodhje, ku mbet që ajo breng, po thëmë nëse guzoj me qujt, ku është? A e ndjen? Jo, ka kalu. E qka ka mbet? Qka ka mbet? Lodhja kalon, lodhesh, bjen me pushon qohet, largohet lodhja. A mbet puna e mirë, të cilën a i ka bo hizmet 28 dit po flas, kush o mundu mja jep hakën në Ramazanit, a i sot ditën e 28 e ka kururzu, e pret e ka dhe një ditë nesër, për me e përmbyll. Po në pe bëj si një përmbyllje se nësër po ma ligjerat s'ka. Që kjo është ligjerata e fundit për këtë vit, për këtë Ramazan. Ligjerata e fundit, nësër po ma s'ka taravi. Na sonë të i falin taravi, të taravi e fundit. Ta shti, edhe une, du të mja nisë mja bo vetit një
korrigjim edhe me marrë një mësim për këtij veprimit ton. Tash, kush fitoj? Kush fitoj në Ramazan? Fitoj qaj që ka punu. Kush ka fitu? Ka fitu qaj që me të vërtet pas agjerimit i ka ndajt gati, e ka fal Jacin në xhami, pas Jacis ka vazhdu me i fal taravit, i ka ndajt gati taravive, që kjo ka fitu. Por se një gjë duhet me pas parasyshe, po mundona shpejt mi përmend disa këshilla, me i përmend, që i kom përmend edhe sot në hutbe, kush ka qenë, ka prezentu, i kom përmend to, po dëshiroj me i përmend disa çështje. E para, edhe pse muji i Ramazanit është duke përfunduar, që thash, sonte është taravia e fundit, e drejta Allahut nuk përfundon asnjëherë. Çto duhet me kuptu shumë mirë. Kjo është shumë e madhe. Shumë është e madhe për ata që kanë mendjet të ndritura, edhe Zoti mendjet e tyre ja u kanë mbush me dije. Edhe kanë kuptu realitetin e ardhjes tyre në dynja. E kanë kuptu realitetin, pse ka një, mos bëni zhurmë. E ka kuptu se ka orë në dynja. Shumë me rëndësi me ditë pse e orë në dynja. E ardhja jo në dynja ditë për çka është. Allahu e ka definu këtë çështje. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kom kriju njerëz dhe gjin vetëm se me adhurut. Ardhja jote në dynja është me adhuru Allahun. Nëse që objektiv nuk jetë të e synun jetën tonë dhe dihet që s'jetë të jetu, edhe pse të jetën fizike jetë të e po. Nëse një njeri jeton jetën fizike, sikur se këtë, në të jetu, që të e të jetu, po dasht me o vendu, e pse tingëllon o vendu se, po edhe hajvanat jetojnë. Edhe hajvanat jetojnë. Ti nuk e onë dynje, veç me hongër me pi, me nga në bastekeve tuja e onë dynje me adhuru Zotin tonë, nëse qëtë objektiv nuk e realizon jetë, vallaj, billaj, ka më konë shumë problem për ty, prej momentit kur del për kësaj dynjaje, e andej që ka të vjen, ka më konë daha ma problem. Ama nëse te kupton që to, edhe pse Ramazani, se unë e thash, zemrat së të pejneve kena të thyme, thash. Jena të mërzitur, kanë me në mungu, vallaj kanë me në mungu të ravia, kanë me në mungu qëto pomje, qëto pomje kanë me në mungu. Që kjo atmosferë ka me në mungu, edhe unë jemi bindur që me njerë, hala po u kry Ramazani, inshallah vjen Ramazani tjetër. Po mu ka një herë, mu personalisht, inshallah unë e kom kes, po më do kësë to në gavo veç fjallë goje. Ta është dykërët, po pse hoqë? Po kur po vjen Ramazani, s'pe shfrytëzojmë Ramazanin. Mos të bëmë veç emocionale dhe veç me folë, Ramazani, kur janë Ramazani, që, dita e 28 Ramazanit, sa hat me i kipo? Sa hat me i kipo? Sa në taravijat i kifal me ko? A i kifal këtë taravijat? Apo në bas 4 qote, e kipo, një qote, 50 bastime një herautan. A tani hot, Allah me të kabel mina, Allah të kabel min kum inshallah. O zë prano për neve, Allah jo pranoft. Na kem qenë zotim i pranu, po dojmë që me të vërtet, kur të dalim për Ramazan, me dal fitimtar. Do të thotë, edhe pse Ramazani po kalon, është duke përfundu, e drejta Allah nuk përfundon veç se me qka, veç se me vdekje. Haku për balë Zotit, nuk duhet mundon, nuk është haki Zotit veç në Ramazan. Haku i Zotit nuk është veç në Ramazan, ti me njoftë Allah veç në Ramazan. Allahu e ka definu këtë në librën e ti, ka thonë, wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin, adhuroj Zotin tënë deri sa të vjen vdekja. Se Allahu është Zoti Ramazanit, është Zoti Shawalit, o Zoti Muharremit, e i Dhulqiddes, e i gjitha muajve, e i këtë vitit është Zoti, Allahu është Zoti këtë vitit. Kur do që ta kërkosh Allahun ke me gjithë, e kërkon në Ramazan, e kevë Allahun. E lypë mbas Ramazanit, edhe mbas Ramazanit e ke Allahun. Parat, sa bukër e thaj, i cili e nisi këtë thanje, që nuk di kush është thënë si kësaj,
Po e di që qarkullon tek musliman me të madhe, thot men kane abudu Ramadanen fe inna Ramadane kad mada, kush e ka adhuru Ramazani, Ramazani shkaj. O men kane abudullah fe inna Allah hayyun la yamut, e kush e adhuron Allahun, Allah është i gjalli pa vdekshëm. Që ta e ka thonë, unë po besoj që e kanë marrë për fjallës Ebu Bekrit radiallahu anhu, se Ebu Bekri kër e ka thonë në hutbe, kër e ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë men kane abudu Muhammeden fe inna Muhammeden kad mat. Ka thonë kush e ka adhuru Muhammedi, Muhammedi vdeq. Se e dini rastin kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Medinja u dridh Medinja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabët s'kan mujtë me pranu vdekjen e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Omeri i madhe ka nxirr shpatën. Ka thonë vallahi, ka thonë kush thot që ka vdek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kam ja hek kokën. Ai ka shku te Musa alayhis salam, sikur ka shku sikur se Musa që ka shku te Allahu me i marr shpalljet. Traditja e madhe kur ka ardhur Abu Bekr radiallahu anhu, e ka pa Omerin tu bërtit në xhami, o mundu me qetësu, po Omeri s'po qetësohet, o hi me vërtetu lajmin, jo që se ka besu, e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ju ka afru me pa pejgamberin alayhis salam, kur e ka pa fytyrën e tij të bukur. Transmetohet thot se atë shumë është prek, edhe atë shumë ka qajt. Ebu Bekër e ka pa në mejit pejgamberi sa mësu me pa shokin e ti, e ka pas shok të zemrës, e peshe shokin e vetë mejit, ju ka afru, e ka puth në majet balit, e thonë tib të hajjen o mejiten ja Rasulallah. Wallahi ka thonë i mirë je kon, i gjallë edhe i dekum ja Rasulallah. Ato që ata ka shkru Zoti, tha te shijove deken, e shijove atër dol. Edhe e u mundu me qëtësu Omer apet vazhde e kenet hypi minber dhe tha që të fjallën që e përmendva men kane abudu Muhammeden fe inna Muhammeden kad mat, aj që e ka adhuru Muhammedin, Muhammedi ka vdek. Men kane abudu Allah fe inna Allah hayyun la yamut, e kush adhuron Allahun, Allah është i gjallë i pa vdekshëm. Edhe lexoj ajetin wa ma Muhammeden illa rasulun kad khalat, e deri fund ngjarja që besoj që e keni ndëgju edhe pe me edhe pe plot hoxhallarëve kem sfigu këtë çështje. Edhe Ramazani dashur të mi shkoj. Ramazani e ka një porosi. Ramazani e ka me të ndreq jetën. Ramazani me të ndreq jetën. Ramazani, Allahu e ka zgjedhë Ramazanin edhe e ka dalu. E ka dalu Allahu te bareke ve taala Ramazanin, e ka dalu për çka? E ka dalu, do me thonë, për me të ndreq ty, me të ndreq jetën. Me të ka thënë ç'është duhet me jetu. Ç'është duhet me qeti afër Allahu subhanahu wa taala, ç'është duhet me haru Allahun. Që s'duhet me jaru njerës për rreth agjerimi, porosive të agjerimi, se tash na nuk jena ty nëmru. Ti kur ke agjeru i kon unt. Ramazanit mësat që ti ki ndi urit gjatë agjerimit. Ama mas me jaru jashtë Ramazanit fukarat që e kanë gjatë Ramazan. Jo që ashtu, se ti ki ndet i uritur, të e që urnin e Zotit vetëm se ki pas ushimin me hongër. A i fukaraja e ka çdo ditë agjerim se s'ka çka hanë. Këto e porosi, po nuk du mu ndojmë këto. Pe porosive tjera, ju them gjithë muslimanve, dijeni Allah ju mëshiroft juve dhe neve. Pe porosive do të thot, apo pe mësimeve të përcjelljes së Ramazanit, është se kjo botë është kalimtare. Ç'është thash, unë jam ai vet para 29 natëve që të jam ull. Para 29 natëve, gjithësisht para 28 ditëve që të jam uli këmë thonë ejjanën ma'dudat, ditë numëruara, ditë që i kënë shpejt. Edhe kjo e shëti ashiqare sa shpejt në ka shku Ramazani, kështu në shkon edhe ymri. Parat, kjo dynja, kjo bot është kalimtare. Hajde një vazin, dërqin i safat, afroni mirë, se veç po vinë të ushtu gjemati, afroni mirë. Dija Allah të më shërof ty edhe mu, se kjo bot është vetëm një bot kalimtare, ndërsa ahireti është vend banimi jon i përhershëm. Atëre përderi sa dynjaja ka vend kalimi joni, ahireti o përjetësia jon, atëre të marim prej të kalimtares për përjetësin ton. Çka po du me thonë? Po du me thonë që puna, sa je gjallë që tash, mbill që tu, që me kur bi'idhnillahi ta'ala në ahiret. Ai që ka të mbill në dynja, ki me kur atje në ahiret. Pastaj, ktheju Allahu te bareke ve ta'ala.
ktheju Allahut te bareke ve taala dhe përmirësoja raportin me të, se Allah subhanahu wa taala është ai I cili do të na nxjerr trupat tonë prej varreve tona dhe shpirtat të trupat tonë do të bëhen bashkë dhe do të dalin para Allahut me llogari. Ramazani ka fillu të largohet ashtu si një musafir që sapo na fillu me ndje shpirtërore dhe freskin në mesin e tij. A i pa kur t'vjen një mikjoti që e dën, ti e dën ata, a I dën ty knaqesh me ta s'din mungia, ki pa, unë e besoj se cili e ka një shok të vetin e ka, që rrim bomba ki 5 orë, 6 orë fol, a di shka kjo? A di qa që kjo? Kur do që kjo mes dy personave që ka thonë se këta dy njerëz duhen, kanë dashuri për njëri tjetrin, kanë mall për njëri tjetrin. E besimtari me Ramazanin e ka parafraksisht kësi malli e ka. Po na sa nisi mu rahatu me ta, sa nisi mu mësu me ta, ja nisi me na mësu trupi ose na nuk e na mësu shumë u fal jashtë Ramazanit, nisi me I fal ka 20 recate, nisi ka pak me na, nisi me na ushtu edhe davëtshmëria, po sa nisi mu mësu mirë me ta që ja peshojmë se Ramazani ka bo plaçkat gati dhe po ik. Kanë ik shumë Ramazana, wallahi billahi kanë ik shumë Ramazana, e shumë kanë me ik, e na nuk dhja kem me kohë, po në lusë Allahun, me emrat e ti të bukër, me cilësit e ti të përsosura, që Allah më në bo nasib me pritë edhe shumë Ramazana bashkarisht. Allah në bo nasib me pritë edhe shumë Ramazana bashkarisht, ama kjo apet mbet këtë brenda dëshirës, na nuk e dim, se ka plot që kanë qenë me ne në këtë Ramazan në kalum kanë qenë me ne në këtë Ramazan së në konë. Për datë, sa e dhimshme është ndarja me Ramazanin, po është edhe ma e dhimshme, edhe këtë bon mu mërzit, edhe du të me të mërzit, me po që kjo mos me të mërzit, është pak problem me imanin. Alija radiallahu anhu, dhondri pejgamberit alayhi salatu wassalam, khalifja I 4 I drejt I muslimanve, kur ka orën kësi momentume si kurse na që jena, gjithësisht aja ka bon në ditën e faljes të Bajramit, kur dal me shku me fal Bajramin, tu shku rrugës e ka thonë një fjallë të madhe, ka thonë menil maqbul, kush është ai që Zotja ka pranu veprat e ti e çkojta uroj, ka thonë, e kush është ai që Allahu veprat e ti ja ka refuzu çkojta ngushloj. Unë tash peshtej pe thonë pak më ndryshe, po thonë kush është ai që ka fitu ai që e ka besu Allahun hak, ka fitu ai që ka xheru për Allahun, ka fitu ai që e ka fal namazin me kohë, ka fitu ai që I ka fal taravit, ka fitu ai që ka lexu Kur'an, ka fitu ai që ka bo dhikr, ka fitu ai që ka jep zeqat, ka fitu ai që ka jep sadaka, ka fitu kanë fitu vepër të mirët, kanë fitu vepër mirët. Allahu është me vepër mirët, Allahu na porosit më konë me të mirët, Allahu I mbikëqyr të mirë, Zoti na bof për të mirëve. Allahu thot, Allahu yatawalla salihin, Allah I merr mbikëqyrjet të mirë. Nuk kemë shpëtu asti asnjë në dunja, po bo prej të mirëve. Pasi ne ndjejmë se ne na të mangët, nuk na mbet tjetër veç me thonë, o Zot, kërkojmë mëshirën tënde, dhe kërkojmë që na shiqosh me rahmetin tënd, dhe të na falësh gabimet tona. Du me hep një porosi se po afrot koha edhe e zanit, një porosi për nesër, që to krenson të që I përmenda, që kjo për nesër është. Mundoh që ta mos me haru, son të me marë që të porosi që të hedije prej hoqës. Nesër është një ditë shumë rëndësi. Nesër është dita e fundit e Ramazanit. Dita e fundit e Ramazanit ka një peshë shumë të madhe të Allah subhanahu wa taala. Për fatkesh, një pjesë e madhe, po thon, një pjesë e madhe e agjeruzve e kanë lërë këtë ditë.
dikush e ka në lënë mbas baklavave, dikush mbas torteve, dikush mbas rraqeve. A kjo ditë që nuk bën, nesër dush me aqit planin, deri, po thëmë, deri sa nuk thirë zoni iftarit, s'ka baklava. Mbas zonit iftarit, graja deri sabah nga mba baklava me mbledhi. Ama deri në kohë sa thirë zoni iftarit, që të dush me pas të edhu në hatër, ko pas kohë mja kujtu vetës. Qka është ajo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi alaihi sallam në hadith vërtet, tha Allahu tha ka rob të ti të përzgjedhur që çdo natë në kohë iftarit i liron pi zjarmit të xhenemit. Dhe kjo ndodh çdo natë. Deri sa thot nuk vjen dita e fundit e Ramazanit. Kur vjen thot dita e fundit e Ramazanit, Allahu te bareke ve taala i liron robët e ti, i liron në atë ditë, atë shumë liron sa që nuk ka liru për zjarmi xhenemit pej fillimit Ramazanit deri në fund. Me një fjallë po du me e thonë, liron Allahu me bollok, sepse Allahu gjithë me bollok liron. Po në këtë ditë, numrin e atyne që i liron nuk e din kusht tjetër pas Allah subhanahu wa taala. Edhe te ka mundu një sahabet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një sahabe i ka thonë, ja Rasulallah, për që ditë që ti po thush që Allahu liron atë shumë në ditën e fundit të Ramazanit i zjarmit të xhenemit, mos është nata e Kadrit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, nuk është nata e Kadrit. Atëra sahabet janë kënd interesuar për ahiret. Jo kënd interesuar. I ka thonë, atëra ja Rasulallah, çka ka kjo na? Çka ka kjo na trego? Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, Allah e mëshiroft, e na bashkon xhennet me ta. Nuk është ka thonë nata e Kadrit. E tërë sahabe i tha, e çfarë është ajo? Tha, në të vërtet, tha të mirët e marrin shpërblimin në fund. Edhe kjo e vërteton fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një hadith tjetër thot, innamal a'malu bil khawatim, vepra shpërblen sipas përfundimit. Shumë e rëndësishme e përfundu. Ramazani e ka cilësin që e hap dhe e mbyll. Ku me bo me lënë derën qelë. Disa unë e bëj në mënyrë pa thëmë si ma interesant, po besë që jam ka kuptona që dhe me thonë. Do Ramazanin e qelin derën mirë, ama harrojnë me mshel derën e Ramazanit. Qysh lehet dera Ramazanit qelë? Lehet dera Ramazanit qelë kur përëndon djeli i ditës fundit të Ramazanit, e në qatë natë, a i menere anis me haram. Për fatë kesh, wallahi kom ndëgju, e po du me besu, qështu po du me besu, që qësi që në gjami vinë, e falin, inshallah së të s'ka. Shumë është të dhimshme në njeri ma gjëru këtë mujin, e në ditën e partë bajramit me prish Ramazanin e ti. E dini që shë prishin e të Ramazanin. Me ato punë të këshia. Mos u bë do të thotë si ai i cili e ndërton një shtëpi të bukur dhe në fund çka jashtë në shtëpis fitilin edhe kall. Duhet me pas shumë kujdes dashët e mi. Duhet me rujt ibadetin dhe pishenjave, se ulemat kanë thonë, kanë tregu shenjat të cilat tregojnë se Ramazani është pranu. O pranu Ramazani. Qo një pishenjave është thotë që njeriu e she do të thotë veten e vetë së është përmisu, e ka arrit një dozë të devotshmërisë, se qka objektivi i Ramazanit, la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. Për atë arsy, se që duhet me pyet veten, une 28 dit agjerova, e kom arritu në devotshmëri, apo po thëmë më ndryshe, e shijova una devotshmërin këto natë. Apo isha unë për atyne që thesha valla që kjo hoxha, pa arnon ka herë shumë gate, po na e zgate, ajde isha valla pe kryrë ma shpetit, ikim, shkojme, isha valla se në koqësine, isha valla si më konë kësi. Se, besë që kena me fol
për fakt për veti po flas po për marguzimin e folot për një pesë edhe për ju se këtë taravih sonte inshallah që dojmë me fal, kem me fal me ndjenja. Nuk po them që ato të tjera që kena fal me ndjenja. Po më mundu me ndje, edhe këto për si porosi vetës dhe juve që ndoshta, se dimna, s'kem me pas mundësi mo, nuk kem me pas na mundësi, s'kena me pas mundësi na mo me fal taravih. Ndoshta inshallah ju se unë vetën nuk e shoh të përgatitur me vdek, bon vakit dikush mbas një viti kom kon varin e tij. E unë lësë Allah më na jep jetë gjatë me vepra të mira. Allahu më na jep jetë gjatë me vepra të mira. Jetë gjatë me vepra të mira të dashurit e mi. Çfarë shokollaj me fol? Çfarë shokollaj me fol? Po kur të lëshojnë aty në atë farë birucin, aty s'të fol goja, aty të folin punt. E unë si kom punt halo për biruc stemin. Kështu që pesh preja u nërta e përdora këtë term kështu ma shumë të zhangë dhe qytetit tonë, këta qenë digojnë tjertë, ne dojmë atë vrimën e varit aty me lëshu, në atë gropën e varit. Kështu që e lësë Allahun, në fund po du me bo një dua, du me thonë, ja Allah, na jemi dvarëfër para tije, na jemi fukara, ti e gani, ti e i pasur e absolut, ti e ai cili na i falë gjinohet tona dhe na pranon neve edhe na kur ta kthejmë shpinden. Kemi kundërshtu, nuk i kem që urnatu në vend ashtu që shti ki lypej neve, apet ti begati na ki dhuru dhe na dhuron. Po apet edhe na kur kthejmë të ti, apet ti neve na pranon. Ja pra ja Rabbi, na këtë natë fundit të taravive, gjithë na kena orë një shtëpi për shtëpive tuja, ja Rabbi. Do të qëndrojmë para teje dhe gjithë ne me goje me zemër e kërkojmë gjennetin, ja Rabbi. Ja Rabbi, na ki bo musliman pa e lyp muslimonizmin. Na ki bo musliman pa e lyp muslimonizmin. Ja Rabbi, na po ta lypim gjennetin që ta shty. Ja Rabbi, na po gjennetli neve, prindrit tonë dhe këtë muslimanët. Ja Rabbi, na pastropi me kateve, na bo pe atyne që na ke nderu në këto ndet të mëdha, në këto ditë të mëdha të muji, na ke investu pe i zjarmit gjehnemit neve prindrit tonë dhe gjithë muslimanët. Po nëse ndonjëri për neve nuk ka qena i fatlum me gëzu, ja Rabbi, na ka mbet edhe një ditë e i myti jonë në të ti i madhë, e na e dim që jena robë gjunahqar, na jena gabimtar, na e dim edhe vetë vallaj që ato se meritojmë, po na e dim që e kem një Zot madhë, e kem një Allah që është rahim, i mshëron robë të vetë, i pret më këthy robë të vetë, kur lypin robë të vetë, i jep, ja Rabbi na e gjennetin neve, prindrëve tonë, ja Rabbel Alemin, na liro pe i zjarmi gjehnemit neve, prindrit tonë, fmit tonë, gratë tona, krejt ata që na dojnë e që s'na dojnë, ja Rabbel Alemin, na liro pe i zjarmi gjehnemit, e na bashkon gjennet me Rasulullahin a.s. Pastaj për fund, pas kësaj doje që e bona, ja u kërkoj halalin krejtve. Besoj që edhe ata që kanë heri këna shti me zërë me në ndigu, që këna lunë kumë me ndajt, edhe aty ne u kërkoj halakin, e mas shumë të ja u kërkoj halakin që ata që një me të vërtet më ka respektu fort, që jo në ardhë, gjitha natë këtu kanë bo sabër me mu, ka gjys ore para taravis, i kanë lunë kafe të krejtë në ardhë me ndëgju, një që ma shumë vërtet, se që mësojnë për i ti, po të me bo një doa tash për këta, bëmani halal që po i veqaj, po s'kom qare se pejgamberi a.s. thot, kush si falenderan njerës se falenderan asë Allahun, gjithë ju që ka keni bo këtë përpjekje,
e çdo mund që e keni jep e gjetshit atë ditë kur keni me pas nevojë më shumë ti para Allah subhanahu wa taala. Ndërsa ju tjerë që jeni kon gjum, Allah ju qoftë pi gjumit e ju bof nasib mu kon kfilt e me shfrytzu mundësinë e Ramazanit e Allahu mos ju doftë edhe ju e pi rahmetit ti e mu më përmisoft e mbof për të mirëve edhe njëherë pi thom në bëni halal për këtë bërtimat se me mu është zarë me quni më i ditë. Unë e bërtas shumë ka herë vesht jau qes që thojnë jau shurdhoj vesh e mbesa nështë edhe ka herë temat zdimi ja qilu ja kom gabu dika po jo mundu me takatin tem me bo matë miren e lusë Allahun që aty ku ja kem qilu Allahut nash problem për ato ku kem gabu Zotin a falt faleminderit edhe një falenderim të fundit pas i kena abdyrë të falenderimeve s'kam qare pa i falenderu gjithë juve që ne përkranin këtë aspektet që ne keni përkra si në organizimin e iftarave që 1000 persona kanë hungër këtë Ramazan që gjami për iftarave të juja 1000 agjerus jënë ushqy që gjami qëto 1000 agjerus po vazhdoni me na i pru vitrat e zeqatin e sadakon edhe vazhdoni halase hala du të me pru kush si ka pru vitrat du të me i pru vitrat gjami e zekatin me pru e me ju falendru na shumë për loqë këtë zemrës nëmën tem edhe nëmën të komandantit gjamis Haji Rahmonit se unë Haji Rahmoni ju kena bo për tërë mas shumë ti unë me zok ndej e atje po dhëtë e kena sinu të miren për ju e bëni sabër ju me mua me ta kështu të ardhët e thire zonin me i zini e mbas e zonit him farz direkt bidin lejtë Allah është për lefë العطاء